Një operacion i prokurisë së Tiranës ka sjellë sekuestrimin e 23 hektarëve tokë në Dërmi pas dyshimeve për pastrim parash nga një shtetas spanjoll, Alvaro Romilo Castillo, bashkë me baban e tij dhe partneren. Sipas hetimeve, të tre personat janë të përfshirë në një skemë mashtrimi që ka sjellë përfitime të jashtëligjshme prej 30 milionë eurosh. Përveç tokës janë sekuestruar 3 shoqëri, 2 automjete dhe llogari bankare në të gjithë bankat e nivelit të dytë, ku mund të ketë fonde aktive të përfituara në mënyrë të dyshimt. Hetimet kanë zbuluar se Castillo, babai i tij Domingo Romilo Iriarte dhe partnerja Micaela Montany Manole kanë krijuar një kompani në Spanjë, Portugali, Shqipëri, SBA, Republikën Dominikane dhe Estoni. Kompani të cilat kishin si objekt veprimtarie turizmin, realizonin shitblerje pronash me vlera shumë të ulta, deri në 7 euro metri katror, duke synuar pastrimin e parave. Shumica e tokave rezulton se janë blerë nga anëtar të fisit gjykuria, të cilët pritet të pyeten nga autoritetet. Verifikimet kanë treguar se kompanitë përdornin të njëjtën adresë dhe administrator ishin 3 shtetas spanjoll, ndërsa statusi pezull i 2 prej tyre rrit dyshimet për përdorim formal të tyre për të fshehur ose transferuar të ardhurat të dyshimta. Domenico Romilo Iriarte po hetohet në Spanjë për mashtrim piramidal dhe pastrim parash, ndërsa i biri, njohur si Luis, komunikonte me klientët përmes platformës Telegram dhe i binte që të investonin shuma prej 1.5 milion euro e më shumë pa identifikim, gjë që e bënte të pamundur gjurmimin e transaksioneve financiare. Hetimet vijojnë për të identifikuar të gjitha personat e përfshirë dhe për të rivendosur drejtësinë për pasuritë e përfituara në mënyrë të jashtëligjshme.